Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka përdoditur se në fund të samitit mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor të zhvilluar në Bruksel dhe pas diskutimeve intensive është marrë vendimi që të hiqen të gjithë masat për Kosovën. Osmani ka deklaruar se një pjesë e madhe e masave hiqen këtë të njëjtë, kurse pjesa tjetër në fund të janarit të vitit 2026. Në video mesazhin e publikuar nga Osmani në rrjetet sociale, shfaqet edhe kryeministri Edi Rama, i cili vlerësoi rolin e saj në këtë proces. Rama thekson në mesazhin e tij se Vjosa Osmani ka qenë një grua jashtëzakonshme dhe ka bërë të mundur zhbllokimin e të gjithë fondeve. Kjo është një merit 100% e presidentes së Kosovës. Presidentja ka falendëruar kryeministrin Edi Rama dhe Shqipërinë për përkrahjen. Heqja e masave pritet të sjellë zhbllokimin e fondeve evropiane dhe rikthimin e projekteve të pezulluara, duke ndikuar drejt për drejt në sektorët kyç të zhvillimit ekonomik dhe institucional të Kosovës. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, deklaroi një ditë më parë se ata po programojnë 216 milionë euro ndihmë financiare dhe kanë ndërmend të lehtësojnë 205 milionë euro në fillim të vitit të ardhshëm.